Përshëndetje të nderuar shikues, ju sjellim informacionet e edicionit të lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe iranian Mosud Pezeshkian kanë nënshkruar një marrëveshje fillestare për t'i dhënë fund luftës SBA-Iran. Memorandumi i mirëkuptimit synon të zgjerojë arpushimin dhe të rrisë qarkullimin e trafikut përmes ngushticës së Hormuzit. Shkojmë tani në Bruksel, ku ministrat të mbrojtjes të NATO-s po diskutojnë rritjen e kapaciteteve ushtarake dhe investimeve në mbrojtje. Në fokus është propozimi për rritjen e shpenzimeve deri në 5% të prodhimit të përgjithshëm ekonomik të secilit shtet, si dhe mbështetja për Ukrainën. Në Bruksel kemi gazetaren Venera Gjogja, e cila do të na informojë rreth këtyre takimeve. Përshëndetje Venera, dhe sa është mundshme arritja e një marrëveshje për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto? Përshëndetje Meneta për ju dhe për të gjithë shikues të Radio Televizionit Kosovës. Ju lajmërohem pra këtu nga selia e NATO-s në Bruksel, ku për 2 ditë radhazi janë duke u zhvilluar takime të ndryshme të ministrave të vendeve anëtare, të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, të cilët i ka pritur pra sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, dhe i cili që në mëngjes ka mbajtur një konferencë të parë të ditës së sotme, ku ka bërë të ditur pra të gjitha projektet dhe të gjitha temat e diskutimit të cilat janë të përqendruara në këto 2 ditë. Njëra nga takimet pra është duke u zhvilluar tani në mes të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s dhe të kryesuar pra nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ndër këto tema të diskutimit, pra në fokus është rritja e kapaciteteve ushtarake të forcës dhe rritja e investimeve në mbrojtje dhe në municion, ndërkaq tema kryesore cila është përmendur dhe është nënvizuar pra nga sekretari është mbështetja e vazhdueshme që do t'i ofrohet Ukrainës. Ai ka folur po ashtu edhe për reduktimin e forcave amerikane sa i përket mbështetjes së NATO-s, për të cilat ka thënë se janë të koordinuar dhe janë në plan si që kanë paraparë, ndërkaq nuk paraqesin ndonjë problem, duke nënvizuar dhe duke i dhënë thekst të veçantë pra vazhdimit të mbështetjes së SBA-s që do t'i bëjë aleancës. Këtu janë duke u mbajtur punimet dhe të cilat pritet të përfundojnë në orët e mbrëmjes, ku besoj që do të ketë një konferencë dhe do të jenë të përmbledhura të gjitha vendimet të cilat pritet të miren nga këto takime, ndërkaq për të rikujtuar, ky është takimi i fundit në nivel të ministrave, i cili paraprin pra samitin e NATO-s, i cili do të mbahet në Korrik, në fillim të Korrikut në Ankara. Venera, faleminderit për informacionet e fundit që sjellen nga atje. Sigurisht që në edicionet e radhës do t'ju sjellim edhe informacionet e tjera pas përfundimit të seancave, siç tha edhe Venera në lidhjen e drejt për drejt që kishim. U kthehemi informacioneve nga vendi. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka filluar zbatimi i vendimeve të KQZ-s për rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta nga të gjitha komunat e Kosovës, që përbëjnë 7,41% të totalit prej rreth 2500 vendvotimesh. Nga qendra e numërimit dhe rezultateve do të kuptojmë më shumë informacione përmes lidhjes së drejt për drejt me gazetaren Elmina Osmani. Përshëndetje Elmina. Atëherë edhe si që thatë edhe ju, ne jemi këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku po rinumërohen këto disa nga fletvotimet e rregullta. Për të kuptuar më qartë se çfarë po ndodh në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe si po ecin punët e KQZ-s, kemi këtu afër zëdhënësin e Komisionit Qendror Valmir Elezin. Atëherë zoti Elezi, si po ecën puna këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve? Po sot gjatë ditës ajnëte në mëngjes kemi filluar me zbatimin e vendimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ka të bëjë me rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta nga 2498 në të cilat është zhvilluar procesi votimit më 7 qershor. Vendvotimet të cilat pra do të rinumërohen, fletvotimet e tyre në fakt janë rinumëruar apo janë numëruar në qendrat komunale të numërimit gjatë javës së kaluar. Pra qëllimi i këtij rinumërimi për të cilin ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të bëjë me verifikimin e gjendjes në këto kuti votimi dhe për të parë nëse procesi i numërimit të fletvotimeve të tyre është zhvilluar me saktësi, si dhe vullneti i qytetarëve është evidentuar ashtu siç është në fletët e votimit.
Pra, deri më tani kur po flasim, rreth 50 kuti votimi janë rinumëruar dhe besojmë që brenda 2 ditësh do të përfundohet i gjithë ky proces. Po, cilat janë gjetjet? Keni gjetur diçka të pa rregull sa i përket këtij rinumërimi? Aktualisht ne nuk mund të flasim për gjetjet eventuale nga rinumërimi këtyre vendvotimeve, pra për të parë nëse ka dallime të mëdha në rezultat ndërmjet vendvotimit të njëjtë të numëruar në qendër komunale dhe pastaj të rinumëruar tani në qendër të numërimit dhe rezultateve. Në fund të këtij procesi do të kemi një raport të detajuar për gjetjet në secilin rast dhe ky raport i njëjti do t'i dorëzohet anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po e shohim se krahasuar me zgjedhjet e kaluara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me aq sa kemi vërejtur ne, është duke ecur me një dinamikë më të shpejtë sa i përket numërimit, rinumërimit dhe këtyre. Atë mund na tregosh se a do të kemi certifikim të rezultateve së shpejti dhe si qëndron? Sa i përket çështjes së rezultateve përfundimtare, pra të cilat do të shpallën nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ajo që mund të themi në këtë kohë është se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 7 qershorit, por sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme do të presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin nga dita e fundit që është zhvilluar këtu në qendër numërimit dhe të rezultateve, pra kur është përmbyllur procesi numërimit të votave nga votimi me postë dhe të vota nga votimi me kush dhe persona me nevoja të veçanta. Në verzionin më të mirë, pra nëse nuk do të ketë ankesa, atëherë KQZ është e gatshme për të shpallur rezultatin përfundimtar, por në rast se ka ankesa, atëherë KQZ duhet të presë vendimarrjen e institucione përkatëse, siç është PZAP-ja dhe çështja dihet që mund të shkojë sipas ligjit deri në gjykatën supreme. KQZ do të presë vendimarrjen e këtyre institucioneve të zbatojë vendimet nëse ato obligojnë ndonjë gjë KQZ-n dhe pastaj në fund të procedojë me shpalljen e rezultatit përfundimtar. Natyrisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve para shpalljes së rezultateve përfundimtare do të shqyrtojë gjetjet që do të dalin nga raporti i procesit të rinumërimit që po zhvillohet në QNR. Kjo do të thotë se pas përfundimit të këtij procesi të rinumërimit do të hartohet një raport i detajuar lidhur me gjetjet e evidentuara dhe i njëjti do t'i dërgohet anëtarëve të KQZ-s për shqyrtim dhe vendimarrje. Varësisht nga gjetjet të cilat do të thotë evidentohen në këtë raport dhe nga rekomandime që do të përfshihen aty, KQZ do të vendosë për hapat e me temë pra se si do të procedoj sa i përket çështjes së shpalljes së rezultatit përfundimtar. Një pyetje shkurt sa i përket pritjes së qytetarëve të cilët po presin certifikimin e rezultateve. Sa është ky afati për qytetarët tonë, nëse ke mundësi të na tregosh, sa është ky afati i cili do të pres KQZ? Po, e para sa i përket shpalljes së rezultateve përfundimtare, por edhe sa i përket certifikimit nuk ka ndonjë kufizim kohor në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Natyrisht se rruga për të ardhur deri tek shpallja e rezultateve përfundimtare dhe pastaj e certifikimit është shpjeguar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Fillimisht, pra me qenë se gjatë ditës mërkur, pas dite kemi përmbyllur procesin e numërimit të votave nga votimi me kush dhe i personave me nevoja të veçanta, si dhe nga votimi i procesit zhvilluar përmes postës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i obliguar që sipas ligjit të presë në një afat 48 orësh nëse do të ketë ankesa lidhur me ditën e fundit nga administrimi i numërimit që është zhvilluar në QNR. Dhe nëse nuk do të ketë, do të thotë KQZ mund të procedojë për shpalljen e rezultatit përfundimtar. Sipas planifikimeve të KQZ-s, datave të vendosura qysh në fillim të këtij procesi zgjedhor, data 26 qershor është koha kur KQZ planifikon që të bëjë shpalljen e rezultatit përfundimtar, ndërkaq certifikimi të ndodhë deri më datë 6 korrik. Këto data janë vendosur duke u mbështetur në afatet kohore për ankesat e subjekteve politike, si dhe në përvojën nga proceset e kaluara zgjedhore se sa kohë i duhet KQZ-s për të kryer aktivitetet të caktuara qoftë në QNR apo në qendra komunale. Megjithatë, këto janë planifikime dhe sipas dinamikës së punëve, ne besojmë se kjo do të mund të bëhet më shpejt, por mbetet të shihet se nëse do të kenë këtë rast ankesa, pastaj edhe nga procesi i rinumërimit që do të gjetjet që do dalin nga ky proces për të qenë më të saktë, më të përafërt për shpallje të rezultateve. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kaq sa i përket qendrës së numërimit dhe rezultateve. Faleminderit Elmina për informacionet që sjellën nga atje.
Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se ka nisur faza finale e punimeve në rrugën A për krahasisht asfaltimi i saj. Rama tha se projekti ishte bllokuar 3 herë nga qeveria përmes procedurave gjyqësore, por sipas tij komuna e Prishtinës i ka fituar të gjitha rastet. Ai theksoi se punimet tashmë po përmbyllen dhe se realizimi i projektit nuk do të ndalet. Në klinikën e ginekologjisë janë realizuar mbi 4.000 lindje gjatë periudhës janar deri me 15 qershor të këtij viti. Në njoftimin e QKUK-s thuhet se kjo qendër vazhdon të mbetet një nga institucionet kyçe të kujdesit shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit në vend. Nga QKUK-ja vlerësohet se këto rezultate janë dëshmi e angazhimit të vazhdueshëm të stafit profesional i përbërë nga mjek, specialist, infermier dhe mami, të cilat ofrojnë kujdes të specializuar për nënat dhe foshnjat. Shëndeti i gruas dhe të porsalindurit mbetet prioritet i rëndësishëm i sistemit shëndetësor, pasi investimi në këtë fushë është investim i drejt për drejt në mirëqenien e familjes dhe në të ardhmen e shoqërisë sonë, thuhet në njoftim. Përfaqësues institucional, autor dhe botues bën thirrje për mbështetje më të madhe të librit dhe promovimit të leximit në hapjet e edicionit të 26 të Panairit të librit në Prishtinë, i cili po vazhdon aktivitetet me pjesëmarrjen e mbi 60 botuesve shqiptar dhe mijëra vizitorëve. Me moton Libri hap botën, Panairi do të qëndrojë i hapur deri me 21 qershor dhe pritet të vizitohet nga rreth 30.000 persona. Prokurori i shtetit ka ngritur 36 aktakuza kundër 46 personave për vepra të ndryshme penale gjatë 24 orëve të fundit. Po ashtu me urdhër të prokurorëve janë ndaluar 8 persona, ndërsa janë paraqitur 2 kërkesa për caktim të paraburgimit. Sipas raportit, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur numrin më të madh të aktakuzave, 11 ndaj 14 personave, ndërsa aktakuzat dhe ndalimi janë regjistruar edhe në Prizren, Pej, Gjilan, Gjakov, Mitrovic dhe Ferizaj. 2 aksidente me fatalitet, 32 me të lënduar dhe 23 me dëmë materiale janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, krahas 2420 tiketave të trafikut të shqiptuara. Në Prishtinë janë regjistruar falsifikim dokumentesh dhe 2 vrasje në tentativë, ndërsa në disa raste janë arrestuar persona dhe janë sekuestruar armë. Rastet e tjera janë shënuar në Gjilan, Prizren, Gjakov dhe Mitrovic, përfshirë dhunë në familje, vjedhje, armbajtje pa leje dhe vdekje të dyshimta me personat e arrestuar ose në nënhetim. Në total janë arrestuar 13 persona, 6 janë dërguar në mbajtje dhe 1 person ndodhet në vuajtje të dënimit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajme, me informacionet e radhës takohemi në orën 15.